Nëse hani një tas kose çdo mëngjes, ja çfarë ndodh trupit tuaj. Kosi është një nga ushqimet më të konsumuara nga shqiptarët. Ai mund të përdoren në forma të ndryshme dhe i kombinuar me produkte të shumta. Kosi mund të hahet siç është, mund të bëhet dallë, tarator, mund të kombinohet me fruta të ndryshme dhe mund të japë rezultate fantastike për organizmin. Ai mund të hahet me të ëmbla të kripura në mëngjes, në drekë ose edhe në darkë për një vakt të lehtët. Koci është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminën B2 dhe B12. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Është gjithashtu i rekomanduar për të vegjëlit, ku sipas një studimi të fundit, personat që konsumonin kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjitë. Por mjekët këshillojnë që kosin ta konsumoni në mëngjes për të përfituar këto vlera që ai bart. Forcon shëndetin e kockave. Nëse hani një filxhan me kos në mëngjes, keni marrë kalciumin e dur që shërben për forcimin e kockave. Largon bakterjet. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Personat që vuajnë nga fryrja në stomak ose diarreja duhet të hanë kos në mëngjes. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen. Konsumi ditor i tij në mëngjes do të mbrojë sistemin tretës nga toksinat dhe nga bakterjet. Sigurisht, kosi është një mburojë shumë e mirë edhe për imunitetin. Kosi mbron dhe forcon gjithashtu edhe imunitetin tuaj. Kjo ndodh sepse ai përmban minerale të dobishme të tilla si zinku, magnezi, madje gjithashtu edhe seleniumi. Kosi është një mundësi e shkëlqyer e organizmit tuaj edhe në betejën kundër tensionit të lartë të gjakut. Kosi do të ndihmojë në uljen e tensionit dhe përmirësimin e shëndetit të zemrës, sepse ai përmban edhe elementë që eliminojnë kriprat e tepërta nga organizmi dhe sjellin shumë benefite në dobitë të tij. Kosi është një mburojë shumë e mirë e trupit në betejën kundër infeksioneve. Kosi është një aleat i mirë i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e organeve të tyre. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të dietave tuaja të përditshme, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ai bart. Kosi është një nga produktet më të mira ushqyese për personat që duan të humbasin kilogramat e tepërt. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata që të kthehen në çfarëdo lloji zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose edhe vëzhgimi i dietës së tyre, ose zakoni një kombinimi të gjërave të ndryshme. Sa i përket dietës së shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programin dietik të shumë dietologëve. Ai është një mundësi e shkëlqyer e trupit tuaj për të humbur kilograma të tepërt dhe për të sjellë gjithashtu një peshë të mirë trupore. Kosi mund të konsumohet për një shëndet më të mirë të zorrës suaj. Shëndeti i zorrëve mund të jetë gjithashtu diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësore për të mbajtur në mënyrë të shëndetshme organizmin tuaj. Zorrët gjithashtu janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj sigurohuni që të përfshini në dietën tuaj sa më shumë produkte të tilla si kosi, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit më të mirë të zorrëve. Ndaj është thelbësore që të konsumoni si duhet në dietën tuaj edhe kosin, si një alternativë të çmuar në mbrojtjen e organizmit. Nëse doni të keni kocka më të forta, sigurisht përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një alternativë e çmuar për të përmirësuar këtë shëndet. Nëna juaj gjithmonë thonte të pini qumësht për kockat e forta. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtetë, por a mund të keni harruar se kosi gjithashtu mund të ndihmojë edhe shëndetin tuaj të kockave. Produktet e qumshtit duke përfshirë edhe kosin janë burime të shkëlqyera të kalciumit, të cilat janë minerale kryesore të kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm për ata që vuajnë nga osteoporoza. Kosi është një mburojë shumë e mirë edhe në rritjen e humorit cilësor. Në mes të një stresi të punës ose gjëje tjetër që ju largon edhe mendimet pozitive, humori juaj është i lehtë të bjerë erpasere. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe gjumi i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë procesues të mrekullueshëm të humorit. Nëse doni një sistem imunitar më të fortë, konsumoni kosin. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme se kur të keni një sistem imunitar të shëndetshëm për të luftuar sëmundjen dhe infeksionet. Kjo një nga mënyrat për të forcuar sistemin imunitar është të konsumoni probiotik që gjendet te kosi.
Duke ngrënë kose çdo ditë, ju gjithashtu ushqeni traktin gastrointestinal me bakterie të shëndetshme. Këto bakterie të shëndetshme parandalojnë edhe mbizotrimin e tyre të këqija që çojnë në përmirësimin e shëndetit të zorëve dhe sistemit imunitar. Por gjithashtu kosi në konsumin e përditshëm përveç të mirave mund të ketë edhe efekte negative nëse i shtoni shumë sheqer ose nëse i shtoni gjithashtu edhe produkte jo të shëndetshme. Kosi është një nga ushqimet më të konsumuara nga vetë shqiptarët. Ai nuk bëhet kurrë i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet i ëmbël, i kripur në mëngjes, në darkë ose edhe në vakte të ndryshme. Kosi është i pasur me kalcium, kalium, magnez, vitaminën B2, madje edhe B12. Prandaj mund t'i jap shumë përfitime organizmit tuaj. Në këtë video, sipas WebMed, do të mësoni vlerat befasuese të ngrënies së kosit në mëngjes ose edhe gjatë gjithë ditës. Sistemi i tretës është i pari që do të përmirësohet me konsumin e kosit. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor i tij veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksina dhe nga bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmtimet e shkaktuara prej tij. Nëse doni imunitet më të fortë, shtoni kosin në dietën tuaj. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin ta bëjë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Nëse doni të përmirësoni tensionin, atëherë kosi duhet jetë aleati juaj më i çmuar. Sipas të dhënave të WebMed, kaliumi te kosi ndihmon eliminimin e kriprave të tepërta. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit dhe në shëndetin e zemrës. Kosi është një produkt shumë i mirë kundër infeksioneve. Ai është veçanërisht aleati i grave në parandalimin e mykut dhe infeksioneve të tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie që frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Nëse doni kocka më të forta, atëherë përfshini kosin në dietën tuaj. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni që në mëngjes, keni dhënë kockave forcën e duhur. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut dhe diarreja, është e këshillueshme ta hani kos që në mëngjes. Kosi është një produkt shumë i mirë edhe mbas aktivitetit fizik. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Kosi është i mirë kundër alergjive. Foshnjave të grave shtatzane që konsumojnë rregullisht kos janë më pak të prekura nga alergjitë, thot një studim i ri. Studimet të cilave u referohemi sipas WebMed tregojnë se fëmijët që ushqejnë me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga problemet alergjive. Kosi ndihmon gjithashtu për të rënë nga pesha. Ai përmban pak kalori dhe për më tepër fal konsumit të tij qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbasë dhe shumicën e kilogramëve. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban laktobacile të cilat i mbrojnë mishrat e dhëmbëve dhe ushqejnë shëndetin e tyre. Vlerat shëndetësore të konsumit të kosit në dietën tuaj janë vërtet të larta. Probiotiket që gjenden te kosi ndihmojnë në sistemin imunitar. Studimet tregojnë se probiotikat e kosit do të përmirësojnë gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës dhe i bëjnë mirë edhe stomakut. Kulturat e gjalla të kosit janë efikase kundër konstipacionit, diares, inflamacioneve, problemeve të zorës së trashë e të tjera. Këto probiotik forcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun edhe kundër infeksioneve. Kur imuniteti është i dobët, kosi mund të kthehet gjithashtu një aleat të mirë të organizmit. Konsumi 150 deri në 200 gram kos në ditë mund t'i shtojë edhe sistemit tuaj një mbrojtje më të mirë kundër ftohjes, gripit dhe problemeve të fytyrit. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre problematikave të stinës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.